të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar. Edhe përkundër faktit se jeta e kësaj bote është e shkurtër dhe kalimtare, megjithatë kjo mbetet shanca e vetme e njeriu në të për të garuar me vepra dhe punë të mira. Me të vërtet, jeta në përgjithësi është dhuratë prej Zotit të Madhërisëm që ka dedikuar njeriut. E njeriut si mbetet gjë tjetër vetëm se ta shfrytëzon në mënyrën më të mirë të mundshme dhe të lënë gjurmë në faqen e historisë. Njerëzit e mirë të vetëdijshëm me kohë e kuptojnë se prej kësaj bote s'mbetet asgjë, përveç veprave të mira prej të cilave kemi prit shpërblim para Allahut xhallahu ala, ose veprave të këqija prej të cilave kemi dhënë llogari para Allahut xhallahu ala. Të ndershëm vëllezër besimtar, në vazhdim të temës së kaluar, se çka lam pas, me lejen e Zotit të Madhërisëm dëshiroj me i thonë një 2-3 fjalë me shpresë se këto fjalë do ta bëjnë dobi në këtë botë, në botën e përjetshme. Vëllezër të ndershëm, askush nuk e njeh jetën më mirë se sa krijuesi. Askush nuk e përshkruan këtë jetë, këtë botë më mirë se ai i cili ka kriju. Edhe kjo është shumë e thjeshtë. Nëse shkojmë në një fabrikë të veturave, kush flet më mirë për veturën? Ai i cili e blen, ai i cili e ka prodhu. Ai i cili e ka prodhu flet në detaje. E mirë, kush flet më mirë për jetën e kësaj bote? Kush e njeh më mirë jetën? Ti edhe unë që jemi pjesë e kësaj jete, apo e njeh më mirë ai i cili e ka kriju jetën dhe së bashku me të ka kriju dhe ty? Padyshim pra se njeh krijuesi. E Zoti i Madhërisëm po na shpjegon çka është kjo jetë, sepse vëllezër, të fjalë po i referohemi fundit të vitit, nga se ditë pas dite, ne po na ikin ditët dhe po i afrohemi edhe më shumë fundit. Dhe një shembull shumë thjesht vëllezër, sepse ky fundi i vitit është një tregues begi i sakt, i cili tregues e shpjegon se në çfarë niveli janë popujt në tokë. Në çfarë niveli të arritjes janë njerëzit në tokë. Një shembull shumë thjesht vëllezër, që më ka bërë përshtypje shumë. Në 99-ën, në fund të 99-ës, dhjetor, me një lagje në Gjermani, ai popull merr vendim dhe thot, nuk do ta festojmë vitin e ri, nuk do të gjujna me asifar pedardash apo i thojnë, për një arsye të vetme. Pse? Thot sepse mesin ton ka refugjat të Kosovës dhe nuk duam që t'ja rikthejmë edhe një herë në skenë, në mendje dhunën që kanë përjetuar gjatë luftës. Kështu dhe ku shkon edukata e popujve ndryshme. Do me thonë, kanë pas respekt por refugjat të cilët kanë qenë atje, dhe thot ne nuk do të festojmë, s'do të gjujmë, sepse mos t'i lëndojmë ndjenjat që kanë përjetu ky popull. Kthehemi tash në njëjtën kohë në vendin tonë. Çish e kemi festuar ne? Njëjtën vit. E kemi festuar tu kërsit, tu gjujt e kështu me radhë. Do të çu dallimi koncepti i jetës. Pse duhet kalkulohet fundi vëllezër? A di pse duhet të kalkuloj një vit? Me tregu sa ke qenë i suksesshëm në jetë. Me tregu çka ke arrit në jetë. Me tregu çka ke kontribuar në jetë. Jo mu shfrenu, po thjesht me rishiku edhe njerë balancin e jetës, raportin me familje, raportin me shoqëri, raportin me Zotin, dhe se sa ke qenë produktiv për familjen, për shoqërinë e kështu me radhë. Dhe vëllezër, ku kemi fjalën te jeta, e dini se jeta njeriu përbëhet prej ditëve. Jeta që jetojmë ne përbëhet prej ditëve. Çdo ditë që përfundon, ne ka marrë ka një pjesë të jetës. Dita e pakon muajin. Muaji
e pakon vitin, e viti e pakon jetën e njerit. Pra për çdo ditë që lind dhe perëndon dielli, neve na mirë ka një pjesë e jetës. Dhe njeriu do të kalkulon mirë, por një ditë të gjatë, a ditë ku do të jep llogari për veprat e veta. Pra, nuk është qëllimi i shfrenimit i fundit vitit, por është qëllimi me reflektu aty ku ke dështu gjatë vitit kaluar, mos me dështu në vitin që je sot. Ato ngecë që i ke përjetu, mi përmisu. Kjo është qëllimi, dhe jo qëllimi të shfrenohemi dhe me një farë forme të arktohemi dhe të shënojmë dekapitulimin e fatit tonë. Vëllezër të dashur, është transmetuar pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse në disa hadithe pejgamberi ka përshkruar botën, e ka përshkruar jetën e botës. E ka përshkruar ashtu siç Allah i ka thënë. Dhe një pi përshkrimeve që jep pejgamberi sa për këtë jetë thot inna dunya hulwatun khadira. Thot kjo botë është e ëmbël, edhe është e gjelbërt. Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha. E Allahu xhalla wala ju ka pru juve këtu, fayanduru madha ta'malun, që ta sheh se çka veproni ju. E di ç'është kjo shpjegim. Sikurse me shku me një park të mirë. Edhe ti e ke qenë fëmijë aty mbrana. Dhe pej distancë e sheh se çysh po arktohet fëmia mbrana. Ai ta din për nerë sepse ti e ke qenë mu arktu, po ai nuk e kupton se ti e ke qenë me mashtru. Domethënë ç'është çfarë dallimi? Ai thot faleminderit që më ke prun këtë kopsht të mirë, edhe unë po arkton, a në realitet se ka kuptuar se ai ti e ke qenë me mashtru. Kjo jetë është e tillë, vëllezër. Kemi janë këtë kopsht që shuhet jetë, të mendu se po arktrohemi, a në fakt ne jemi në kurth, sepse çdo gabim i kësaj jete në ditë do të kthehet në bumerang. Do të kthehet në përgjegjësi për Allahut xhalla wala. E pastaj ti zgjedh rrugën tonë të jetës. A çdo ditë që jemi në jetë është në favor tonë. Dhe ne duhet ta kthejmë ditën në favor tonë. Është transmetuar një hadith për pejgamberin se sa herë të lind dielli, Allahu i thot një melajkës dhe e flet. I thot njerëzve, o filan, so do shanca jote. Shfrytëzo mirë, se si të perëndoj, si të përfundoj, kur nuk kthejna ma dhe në ditën, kur takohemi me llogari për Allahu xhalla wala. A u kanë sot ditë e xhumas, o ditë e xhumas, mëngjes, kur ka zbar dita me lenin Allahu xhalla wala. Se Allahu tha në Kur'an dhe për argumente, se Allahu ekziston, thot unë e bajt ditën natën ditë, deri sa t'i vjen fundit të dyja. Je qunë mëngjes dhe dikush ka thirr në heshtje, o njeri, dita ka fol, thot shfrytëzo se unë jam shanca jote. Kur ma s'ka mu kthy, deri në ditën kur takohemi te Allahu, për dhënë llogari se çka ke vepruar. Nëse ke bën mirë, ke me gjetë mirë, e nëse ke bën keq, ke me dhënë llogari për veprat tua. Pra kjo është jeta vëllezër. Duke kemi fjalën këtu, ka bën për shtypin e dietari i madh. E kam një Fudhail bin Iyad, ka libra, ka thonë të mëdha kënjeri. Në ditë për ditëve thot në bisedë me një të moshuar. Edhe po i tham, o filan, sa vjet i ke bën? Ai tha gati 70 vjet. Thash elhamdulillah, që 70 vjet je nis me shku në takim me Zotin e Madhreshëm. Ai ma kthej tha inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Të Allahut jemi dhe të ai do kthehemi. Tha plaki. Tha pi tham o i nderun, e din çka do të thonë kjo fjalë inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Të Allahut jemi dhe të ai do kthehemi. Tha jo nuk di shumë. Spjego më ti. Dhe pasaj ky dietari flet. Thot ai i cili e din se në ditë komu kthy te Zoti i Madhreshëm. Ai e din se në ditë komunal përballë Allahu xhalla wala nur siratit. Ai i cili e din se komunal në ditë nur siratit para Allahut azza wa jall, ai e din se komu llogarit për veprat e tij. Ai i cili e din dhe kupton se komu llogarit për veprat e tij, ai nuk e ngarkon barën me veprat këqija sepse në ditë komu dhon llogari Allahu xhalla wala. Kjo është fjala inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Të Allahut jemi dhe taj do kthehemi sepse
është kuptimi më i thellë se sa me tregu se ka ndru jetë dikush. Keni pa kur vdes dikush, në kam mësuar Rasulullah edhe parën fjalë që e nime se ka ndru jetë dikush, ne musliman thonë ata Allahut jemi dhe taj do të themi dhe themi Allah e mëshiroft. Kështu do të thonë kur të nim për dikan që ka vdek. Por ky ajet nuk ka zbrit më të ngushëllu, po ka zbrit më ta përmirësu jetën. Ky ajet nuk është ajet ngushëllim, sepse ne vëllezër rinie nderune, vallahi kemi kuptuar fenë. Na po mendojna që feja ka ardhur më të ngushëllu ty. Jo. Feja ka ardhur më të nxjerr pe krizë se ku të bën krizë mos kam çfarë bëj. Feja nuk është emocion. Feja nuk është vaje. Po feja është program që ty të mbron për të keqës, të mbron për lëndimeve. E na çka kemi bën kohën tonë bashkëore? Na kena marrë fejen si ngushëllim. Kur des dikush, hajde tash do të më gjej dikan për xhollarëve që do të më shpjegoj se çka është vdekja këtë. Jo vëllai dashur. 99.9% Kur'an folet për jetën. Sepse ti je në jetë. Nuk është vetë ngushëllu, është mësu. E na çka bëjmë me këtë ajet kur des dikush, e shpjegojnë thonë ka ndruar jetë dikush e kështu me radhë. Mi po ky ajet është më i thellë vëllazër. Ky ajet po na shpjegon dhe po na thotë në ditë prej ditëve nuk iku me shku për veset Allahu xhallahu ala. Ama ditë e ke marr bagazhin me veti. A ditë ato vepra që i ke bën këtë tokë, në këtë jetë, i ke marr me veti. Nëse ke bën të mira, lumeti për veti. A nëse ke bën të këqija, do të vjen rani ku jep llogari para Allahut xhallahu ala. Vëllezërit e dashur po përfundoj. Keni pa në jetën e kësaj bote secili prej nesh i ka do data të rëndësishme. Gjatë vitit, i ma men. Por shembull dita ku ka diplomu, dita ku ka lind, ku i ma men do data. Do ditë. E diti cila është dita më rëndësishme që ka përmend Allahu në Kur'an? Edhe ka mbyll Kur'anin me çështja jetë. Mos ka zbi Kur'an, ka përfundu. Dita më rëndësishme. Por njerin është dita ku del prej bote. Allahu ka thënë Kur'an wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. E mendoje mirë ka thënë ditën kur ta mbyll misionin e kësaj jete. Edhe të vjen me bagazh të veprave tua të on. Kjo ditë shumë e rëndësishme. Sepse vëllezërit e dashur, ndoshta jetojmë gjatë këtë jetë, sa na ka dhënë Allahu ymër. Shkruajna vetë në dorët tona. Mirë e keq. E në ditë kur kush se merr përsi për fatin e jetës tonë. Secili vetë të Zotit Madhrishëm. E të lumtë ata të cilët e kanë mbyll jetën me vepra të mira dhe kanë shkuar te Zoti Madhrishëm të prit shpërblimin. E shpërblimi i botës tjetër s'ka ndryshe vetë se xheneti me të mirët e tij. Pra vëllezërit e dashur, nderuar rini, jeta është shumë e shtrenjtë. Çdo sekondë kësaj jete ka vlerë. Çdo ditë kësaj bote ka vlerë. Kujdes që fillon dhe kujdes që mbaron, sepse asgjë s'është rastishme e në ditë patjetër se do të themi te Zoti i Madhrishëm. Tu pe përfundoj për shakos me vazhdu inshallah taala në xumën tjetër. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.